Në fakt është një alarm global për qumshin formul të foshnjave, i cili ka ndodhur si shkak i një kontaminimi me një bakter dhe që po tërhiqet masivisht nga tregjet. Dhe jo vetëm në disa vende të Bashkimit Evropian, por edhe deri në Kinë kanë shkuar tërheqjet e këtij qumshti. Janë produkte të Nestlé dhe Danone kryesisht, të cilat gjenden masivisht edhe në tregjet tona, në Shqipëri, në Kosovë, pra në rajon, por në gjithë botën. Është një alert që është quar nga RASFI i Komisionit Evropian për shumë vende, ku është përfshirë edhe Shqipëria. Ka pasur disa alerte, dje ka qenë i fundit, për një qumësht, foshnje, pra formul për foshnja, Aptamil në mos gaboj është i fundit, i cili po tërhiqet nga tregu, ka ndërhyrë vetë operatori i biznesit për ta tërhequr, AKU-ja apo ashtu Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, me qëllim largimin e tij nga tregu, të një loti. Bëhet fjalë për një lot, jo për gjithë sasinë e prodhimit të njëjtës marke.